Po nëse tregtari ka borxhe, si do t'i llogarisë? A do ta heq borxhin nga totali i llogarisë që ka? Nëse tregtari ka borxhe, atëherë do të heq borxhet në ditën kur plotësohet viti, do të bëjë llogaritje, do të nxjerrë totalin e vlerës së mallit që ka, edhe do të heq borxhin, pastaj për atë që mbetet, nëse plotëson kuotën, ai e ka detyrë që t'jap zakatin. Për shembull, nëse një tregtar ka në total si vlerë malli 20.000 euro, por 10.000 euro i ka borxhe. Borxhi që lidhet me këtë tregti, me këtë mall tregtar. Atëherë do të heq 10.000 euro që ka i borxh dhe do të jap zakat për 10.000 euro që i mbetet dhe që i bie domethënë 2.5%, 250 euro për t'i dhënë si zakat.